Kreu i misionit të OSBE-ODIHR, ambasadori Lamberto Zanier, zhvilloi një takim informues në selinë e Partisë së Lirisë në kuadër të vëzhgimit të fushatës për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, në mungesë të kryetarit Ilir Meta, i cili ndodhet në paraburgim prej tetorit të vitit të shkuar. Takimi u zhvillua mes funksionarëve të tjerë të PL-s, sekretarit të përgjithshëm Tedi Blushi dhe zëvendës presidentes Erisa Xhixho. Gjatë deklaratës për mediat, Blushi tha se informoi ambasadorin për problematika që sipas tij kanë shoqëruar këtë fushat, duke përfshirë përdorimin e administratës publike dhe patronazhistëve nga Partia Socialiste, si dhe përfshirjen e aseteve shtetërore në zgjedhje. Informuam lidhur me faktin se zoti Meta sot, edhe pse kandidat në zgjedhje, e ka të pamundur jo vetëm të bëj fushat, por edhe të komunikojë me votuesit, të komunikojë me anëtarët e Partisë Lirisë, dhe për më tepër për faktin se atij i është mohuar e drejta për të takuar me drejtuesit e Partisë Lirisë, me deputetët e kësaj force politike, të cilët ligji u mundëson të drejtën për të vizituar në institucionin e paraburgimit. Ndërsa ambasadori Zanier konfirmoi për gazetarët se u njoh me shqetësimet e ngritura nga PL, por nuk komentoi mbi arrestimin e Metës. Nuk kam një qëndrim në lidhje me këtë çështje dhe nuk mund të jap një mendim apo gjykim. Qëndrojmë pas shtetit të së drejtës, transparencës dhe ligjit të papolitizuar. Partia e Lirisë deklaron se koalicioni opozitar në 11 maj do të fitojë zgjedhjet përtej makinacioneve që do të përdor PS për të vjedhur zgjedhjet.